Ekziston mundësia në 8 korikën e do marrin vesh përfundimisht, por maksimalisht ekziston mundësia, zoti Erlind, që Tirana të shkojë në zgjedhje të parakoshme, sepse besohet në shumti, që Veliaj do të mbetet në paraburgim. Ju, a do të kandidoni në këto zgjedhje? Pa diskutim që Lëvizja Bashkë do të kandidoj për Bashkinë e Tiranës, nëse do jem unë apo dikush tjetër, jemi ende duke diskutuar. Po që ne do të kandidojmë në zgjedhje. Ndoshta ti personalisht, ti ke qenë dhe ke marrë goxha. Nëse do të jem unë personalisht, apo do të jetë dikush tjetër, jemi duke diskutuar si të jetë më e mira për ne, për shoqërinë. Pse keni dilema dikush tjetër për shembull? Pse në një fazë të zhvillimit një partie, se mund të kemi talente, lideri, jo, talent sa dush kesh. Më mirë, po gjithsesi se kemi vendosur akoma, do ta vendosë. Unë them diçka që ideja është që një parti cila i ka 25-30.000 antarë dhe potencialisht edhe 100.000 tjerë që besojnë që ndoshta një ditë do të jenë t'juj. E dojnë një betejë të një lideri në një hapësirë çfarë është Tirana. Pa marrë parasysh a humb apo jo. Kam bërë betejën kur ishim 4 muaj parti. Po kështu boshi vërtet. Po mirë, herë me kalum kur ke konkurruar. Beteja pafundësisht në të gjitha funksionet e mundshme. Po them, nëse konkretisht se nuk e di ma do ketë zgjedhje apo jo, kur do ketë zgjedhje. Atëherë unë s'dashta me bë analizë të strategjisë ose strategjike, por desha me thënë kur ti dy lideri ki të vjetër, që janë në shkurje sipër, edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha. Janë ndoshta në mandatin të dy të fundit, se dim cili ma parë do shkoj. Atëherë, një lideri cili ka pretendime të hyjë në politik, ajo ka i krijohet një hapësirë e madhe. Dhe kur krijohet hapësira e madhe? Kur ai bën betejë. Dhe kur bën betejë? Betejë bën në kësi raste çfarë është Tirana, çfarë është parlamenti. Se kemi vendosur akoma, ndroj për sugjerim. Unë pres nga ty që ti të analizosh këto gjë dhe partia jote që të vendos për kriteret tilla. Pra asysh se ti ke... Sa të them, se kemi vendosur akoma, jemi duke diskutuar... Ja ku jemi... Kemi një datë zgjedhje, këto zgjedhje bëhen mas 2 vjetesh, është... Ja ku jemi... Parakoshme që unë them... Kaj sa po këmgull batoni duket se kur do... Ka i problem. Ja ku jemi... A shteta, do e shteta. Nga ajo që unë e kam pa, unë mendoj në këtë histori politike dhe në këtë histori politike të këtij parlamenti, që do t'jetë 4 vjeçar, unë e di vetë një gjë. Partit të cilat kanë hyrë në parlament, përveç kësaj nuk do jenë më. Do jenë 2 të mëdha, njëra do të zvogëlohet shumë, dhe hapësira politike që do të krijohet do të jetë e pafund. Dhe prandaj unë nuk e njoh Redin, se kam pa ende performancën e tij intelektuale, diskursit e tjera. Ju po thoni që ai është po aq i mirë. Unë mendoj që ti e ke hapësirën shumë, po themi, nëse ta përdorin e gjuhën e rrugëve, e ke autostradë në të ardhmen e afërt politike. E ardhme e afërt politike është shumë afër. 4 vjetë janë asgjë në këtë betejë, ose 2 vjetë janë asgjë. Dhe unë nuk po shoh njeri me diskurs. 4 vjetë është e Tirana? 61. 61, po. Po. 4 vjetë gjë atë. Dhe unë nuk po shoh, ku e kam problemin? Problemin e kam se partitë e vogla që është Agron Shejaj edhe Zoti Llapaj, kanë diskursin i cili dorën zemër nuk të bindë. Ata mund t'jenë pragmatist. Tani, elegante të ato sytë Arlindit. Kur të vinë... Jo, Arlindi ende është idealist, nuk ka arrit në diskursin i cili është ballafaqus. Ende ka diskursin denoncues. Ende nuk e di se çfarë do t'jetë betejë ati me ta. Ende është në distancë. Por, me gjitha të, ky gjën e parë që duhet është ta fitoj betejën me këta të veçlit ose opozitën që ka mrenda, për arsye se ata gryjnë hapësirën politike pa e merituar ndoshta. Dhe kur e gryjnë hapësirën politike pa e merituar, atëherë ky mbetet njëri prej tyre. Unë nuk mendoj që duhet me mbet njëri prej tyre, për arsye se Shqipëria nuk ka parti socialiste, ka parti socialdemokrate, ka parti djathtë që pretendon që është djathtë, po s'ka ideologji mrenda, asnjë. Ky, me atë që kam dëgjuar, e ka bazën e asaj. Por, kjo bazë do të pjekur, pastaj do të bind, edhe pastaj vjen suksesi, nëse vjen. Pike, po mos e djeg. Arlind,
ti i di votat që ke marrë në Tiranë, numrin e votave, edhe në 2023, edhe tash në 2025. Edhe tash Ylli të pyeti nëse do ketë zgjedhje të parakoshme në Tiranë dhe i marrim sikur do ketë zgjedhje të parakoshme tani së shpejti. Dhe ti thua që ne kemi vendosur të marrim pjesë, pra o unë, o dikush tjetër nga partia do jetë kandidat. Tani duke ditur realisht se sa vota merr, ti tash hyn me parimin që thjesht dua të marr pjesë në garë, nuk hyn për të fituar. Se ti i di forcat e tua. Tani pse këto votat, themi do i hedhësh në lumë, se nuk do kemë vlerë, dhe nuk i bashkon me një koalicion opozitar kundër kësaj qeverie që do ketë kandidatin e saj për Bashkinë e Tiranës. Unë e spajtoha me Andi. Jo, për ta plotësuar dhe unë serioz po e bërë ato. Gabim serioz. Ja i sekond. Për ta plotësuar më tej pyetjen e Telës, edhe unë kam një shtesë. Agron Shehaj ka hedhur idenë që opozita të mbështesë një kandidat për bashkët, por jo partijak, pra që nuk vjen nga partitë politike ekzistuese. Do me thënë, po e bashkoj me Telën. Po s'ka bashkim mekanik. Unë nga përvoja që e kam me matjen e opinionit publik, bashkimi mekanik ndonjëherë e ndërton ma shumë vota, po largon ma shumë tjera. Potencialisht të mundura. Me qenë se si strukturë politike je veçantë, rri brenda veçanti se do humbësh. I parasysh se duhet sqaruar dhe specifika, votohet vetëm për kandidatin, nuk votohet për bashkinë që ai të hyn garë për të marrë këshilltar. Votohet vetëm për një njeri, kush do fitojë, njëri apo tjetri? Në zgjedhje hyet për shumë arsye, hyet edhe për të fituar, hyet edhe duke pas një besim nganjëherë të marrë që shumica e qytetarëve në një situatë krize do bëjnë një zgjedhje të hyet edhe për të konsoliduar një formë ligjërimi, disa ideale, hyet edhe për të ndërtuar një infrastrukturë politike dhe besim për të ardhmen, por kur vjen punat e koalicionit, unë ka një problem shumë të madh. Sepse në ndarje me partitë e tjera kemi morale. Pra nuk e kemi thjesht taksa 5% apo 10% dhe hajde bëjmë 7.5%. E zëm ula unë me këta zotrinj të opozitarë, të vjetër, të rinj. Edhe ushtrohet pyetja. Morë, çdo bëjmë tani me këtë sektorin e ndërtimit, me oligarkin, me këto leje ndërtimi që po shkatërrojnë qytetin. Ta tani si lepurush do fillon të thonë, po të tolerojmë një çik se na financojnë fushatën, po se kemi media tona. Po jo, sepse kjo është shumë e rëndësishme për ne. Në këtë sens, do ishte karagjozllëk nga ana jonë që shkojmë një tavolinë dhe nga tavolinë pastaj dilnim me përfundimin që e kishin ditur përpara, që këto parti nuk duan ta shkatërrojnë këtë sistem oligarkik, kleptokratik që është fuqi në Shqipëri, duan thjesht ta mielin më mirë se sa rivali tyre Edi Rama. Në momentin që ne kemi një hendek të thellë me të gjitha partitë e tjera, ne do hyjmë në zgjedhje si lëvizja bashkë. Le të thonë çfarë duan nga të gjitha anët, nuk na bëhet vonë fare. Duket sikur po kërkon jo votues, po kërkon adhurus. Njerëzit votojnë se edhe në vitin 2023 që na votuan rreth 5% e shoqërisë shqiptare, dakor?